unë i qeveri potencialisht ose edhe të presidenti me vëvën, edhe i kikit pjesën tjetër që janë kategorikisht kundër vetëvendosjes, me bëni marrëveshje. Edhe kjo, megjithatë, unë mendoj që është arsyeja kryesore pse sot e kemi një LDK të tillë. Dhe duke marrë parasysh këtë, unë mendoj që ka me qenë shumë e vështirë për vetëvendosjen, me ul, me negociu me LDK-n për një koalicion të mundshëm, qoftë për presidentin apo edhe për qeverinë, me bashkëqeverisë bashkë, sepse nuk ka adresë më tash LDK-ja. Nëse e shohim, domethënë, LDK-n qëndrime ndryshe një krah, ndryshe një krahin tjetër, atëherë me cilën LDK kime me negociu, me cilën LDK kime e kuptu fuqinë e saj politike për me mërri me bëni marrëveshje, se nuk e din. Edhe kjo e vështirëson. Po megjithatë gjithmonë ekziston një mundësi që ndoshta kur të afrohen mirë dhe shohin ta njerëzit pa kënaqur LDK që pas ka mundësi me marrë pushtet përmes vetëvendosjes në një koalicion të mundshme, ndoshta edhe munden mu qetësu e mu unifiku, sepse pushteti gjithmonë kogja shumë i unifikon njerëzit, pa për mua është kogja vështirë e arritme. Jo me lësht pushteti. Po jo me lësht. Prandaj po e them, mundet me ndodh, po duke marrë parasysh shërbet. Krenare ke provu pak, a? Divergjencat janë shumë të mëdha tashmë. Tamam përplasja është shumë e madhe mes dy grupeve, saqë është e vështirë e të kalueshme kjo shpejt. Mundësi tjera të VVS janë. Domethënë PDK-ja është partia e dytë, ka numër të caktuar të deputetëve që kanë një fuqi parlamentare. Është e mundshme, matematikisht është shumë e mundshme. Po edhe kështu, nëse PDK-ja është shprehje e gatshme. PDK-ja është shprehje e gatshme